Përshëndetje. Në hetim të prokurorisë belge të vitit 2024, Edi Rama dilte sërish i fotografuar në bisedat e baronëve shqiptar të drogës të pranishëm në samitin e Arubës. Po ashtu dilte edhe shtetasi Artur S., i njëjti që figuron si aktor kryesor edhe në interceptimet e shërbimeve italiane, të sapo zbuluara në një libër bestseller në Itali të gazetarit Nelo Trokja, botuar nga shtëpia e famshme Rizoli. Në dosjen belge, flitej edhe për një dhuratë luksoze, e ngjashme me verën Romane Conti, por me një vlerë 10 herë më të madhe, një orë me kosto faraonike prej 400.000 eurosh. Po në atë dosje, përmënden dhe Antillet holandeze, pra Aruba, që del qartë edhe në dosjen italiane të risjell nga gazetari Trokja, në emër të Partisë Demokratike dhe Interesit Publik, kam disa pyetje për Ramadurën. E kishe me vete orën 400.000 euroshe kur shkove për takimin me bosët e karteleve të drogës në Aruba. A ishe aty edhe dhuruesi i orës? A e falenderove për dhuratën e bukur dhe çfarë dhuratash të tjera shkëmbyet si koleg në trafikun ndërkombëtar të drogës? A i the se në Tiranë nuk e mban orën në dorë, por e ruan me kujdes në koleksionin e artefakteve të shtrenjta në bodrumin tënd në Surrel? Kush ishte me ty në takim? Si u ndan përqindjet për superkullën që narkobaronët do të ndërtojnë në zemër të Tiranës? A ka të bëjë mungesa jote në asamblenë e OKB-s në New York, pikërisht me praninë tënde në Aruba, informacion që u ka shkuar edhe shërbimeve amerikane të luftës kundër drogës? Këto për sot, pyetje dhe fakte të tjera do t'i kesh në seancën e radhës në parlament.